Ka gjasa që gjitha këto që i përmendi edhe profa Spahiu që të ndikojnë rritjen e lëvizjes vetëvendosje, pra kjo keq fushat, si që e quajti edhe profesori, po në anën tjetër edhe zhvillimet që i kemi në Shqipëri. Kjo mund tjetë më shumë raportin mes partive mes njëra tjetrës. Dërsa unë e shofë më shumë raportin mes votuzve edhe vetëvendosjes të rast. Do më thonë është viti 2025, nuk është viti 2021. Në vitin 2021, qytetarët nuk kanë pas as arsye, po zëmë që të kërkojnë se qka ka bë aktualisht qeveria. Dërsa tani pas 5 vite, besoj se ka një listë bukur gjatë të pritjeve që i kanë pas qytetarët nga kjo qeveri që është konsideru që qeveri e shpresës. Ajo vota masive, kryesisht që ka marrë vetëvendosja vitin 2021, ka qenë shpresa për ndryshim. Dhe tani pas 5 viteve qytetarët e bëjnë një farë bilanci. Sa vërtet ka ndryshim, në cilat prej fushave ka ndryshim, po e zëmë. A ka ndryshim në shëndetësi, a ka ndryshim në arsim, a ka ndryshim në drejtësi, a ka ndryshim në çkapjet të shtetit, në çkapjet të institucioneve, a ka ndryshim në sundim të ligjit, a ka ndryshim në infrastrukturë, kështu me radhë. Dhe ky bilanc pastaj nuk është që vërtet i çon shumë vota vetëvendosjes. Dhe mbas kësaj, domethënë, në vitin 2021 askush nuk i ka kërkuar vetëvendosjes, a ka rruga, s'ka, a ka autostrada, s'ka. Pritjet kanë qenë tjera. A ka reforma, s'ka. Mas 5 viteve është plotësisht e natyrshme. Një njeri që e projekton të armën këtu me familjen e vet, me fëmijët e vet, me kërku se çka u bën në këto 5 vite. Dhe në bazë kësaj besoj që kjo vrejt pak me 9 shkurt, që kishte një rënje. Nuk ishte rastësisht sërish besimin ndaj lëvizjes vetëvendosjes si partie e pare cila doli në këtë zgjedhje, dëshmoj edhe njerë që qytetarët nuk janë fort të pakënaqur. Po nuk ishin kënaqur sikurse në vitin 2021. Nuk ishte entuziazmi që ishte në vitin 2021. Shtoja kësaj plan, plus shtoja kësaj ngërshjen institucional. Që pjesën, unë i bëj përgjegjësit që gjitha partit, po pjesën më të madhe të përgjegjësisë e kanë ata që i kanë 48. Mirë po, a mund t'jenë kështjenë qytetarët për këtë, sepse shpesher edhe përfaqësues të partive politike, po i pyesim lidhur me atë se kush do duhet jetë përgjegjës, është tjetër me këtë do të mbojnë qytetarët përgjegjës. Dhe duke i parë gjitha këto rrethana, duke thënë edhe vetë nga lëvizja vetëvendosjes se ne kemi tentuar që gjatë ngërçit politik të bëjmë zgjidhje, na kërkuan të ndrojmë emrin e kandidatit për kryeparlamentar, e ndruam, na kërkuan ndroj kandidati për kryeministër, e ndruam, dhe kësaj narrativa që u krijua ishte se partitë e ish opozitës deri diku patën qëndrime bllokuese, dhe në këtë kontekst mund t'ju kushtoj partive të tjera? Është e prekshme secila parti që t'ja hedh fajin partisë tjetër. Edhe partitë opozitare vetëvendosjes, edhe vetëvendosja partive opozitare, në rast se ndajmë përgjegjësinë e matshme. 48% nga 100 ulëse që janë komunitetit shqiptar, domethënë, 48% të fajit e ka vetëvendosje. Sepse ka pas 48 deputet që mundësia për të bë koalicion. A ka pas përpjekje? Ka pas. A janë kanë përpjekjet mjaftueshme? Nuk kanë qenë. Nuk kanë qenë përpjekjet mjaftueshme. Këto mundemi me matë, me sa takime janë bë me cilat parti, sa letra janë dërguar cilat parti. Megjithatë, profesor, tani lëvizja vetëvendosje në bazë të asaj që kanë deklaruar, realisht nuk kanë një plan B se si do të veprojnë në rast se nuk fitojnë 50% ose në rast se nuk arrin që ta bëjnë qeverinë vetëm me deputetët e vetë së bashku me minoritetet jo serbe. Plani B është i vetë kuptueshëm, por besoj strategjia e tyre mos ta thonë, sepse presin që të marrin mbi 50%. Plani B i vetëm është koalicioni. Ose do të më shku prapë në zgjedhje, pafundësisht në zgjedhje, derisa njëra prej partive i merr mjaftueshëm vota për ta bë qeverinë. Po plani B është i domosdoshëm nga vetë sistemi. Në këtë numër të madh partive vota do të shpërndahet. Dhe kjo shpërndarje, s'po them që ja pamundson, po e bën shumë të vështirë që një parti vetë të marrë votat e mjaftueshme për qeveri plus duhet presidenti. Domethënë një parti për të mos e çuar vendin zgjedhje nuk i mjaftojnë 50%, 51%. I duhen 66-7% që të mos e çojë vendin zgjedhje as me rastin e presidentit.
A mund të bëj këtë një parti, unë besoj që do të bënte, si kur partit qeverisnin si duhet, si kur partit, edhe pse do të ishte shumë e vështirë, për shkak sistemit shumë partijak, ku do të kesh përndarje të votës. Po me një qeverisjet mirë, do thëtë rritën mundësit. Në munges të kësaj, unë i shof mundësit që janë zvogluara. Viti 2021 ishte entuziazëm, ishte vot me një entuziazëm masiv, e cila vështirë se do të përsëritet tani ose edhe në tarmën, sepse edhe në rast se del një parti dhe thot që unë jam shpresa, unë do bëj zgjidhje kështu me radhë, tani më është bukur vështirë që t'i bënsh njerëzit që mos je si kur ajo shpresa vitin. Dhe vetë procesi zgjedhor, profesor, kujtoj që në 2021 ka qenë ndryshe, kujtoj që qytetarët kanë pritur 30 minuta, 20 minuta, vetëm në rresht për të dhe për të votuar. Ishte pritje, ishte entuziazëm për shpresë për ndryshim. Dhe si kur të materializoha e ndryshim, pasaj do të ishte shumë më letë që të fitohen botën. A e ndryshim nuk është bërë, mas madhe nuk është bërë. Dhe tani mundësitja në ende më të vogla se në bazë sistemi zgjedhor, 2021 ta është përjashtim. Regulli është koalicioni, ishte përjashtim. Po. Profesor Spahiu, pra, në bazë të kësaj që po thot edhe profesori që e kemi në studio, sepse këtë herë e kemi parë në qeverisje dhe lëvizjen vetëvendosje, nuk ka gjasa që të përsëritet dhe një rezultati 2021-s. Asurën nuk e besoj. Mendoj që atë që foli profa, ke vazhdimësi e asoj që a thashën më parë. O vetëm i shtova asoj. Po, ja,